إياك نعبد وإياك نستعين. It's so hard to explain what I'm feeling, but I guess it's okay. O Zot, vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihëm të kërkoj. It's calling you and I, it's taking us up by two. Çështja e parë është ibadetet, adhurimet, edhe çështja e dytë është kërkimi i ndihmës. Prej kujt duhet ta kërkosh ndihmën? Let's start living and feeling, let's start healing. Për çështjen e parë, iyyake na'budu, o Zot, vetëm ty ne adhurojmë. Do të thotë se krejt ibadetet të cilat i bën musliman, krejt adhurimet të cilat i bën muslimani, duhet t'i bëjë vetëm për Allahun xhaleshanu, për kërkën tjetër. Nuk mund të adhurimin e vetë të kërkuje kënaqësi në asnjë tjetër jashtë Allahut xhaleshanu. A simple act of kindness brings some meaning. A smile can change your life. Let's start and feeling, let's start healing. Mushrikët e Mekës, kur kanë bërë adhurimin e vetë, ato e kanë adhuru Allah. Mirë po çka? Adhurimit të Allahut i kanë shtu edhe diçka tjetër. Çka i kanë shtu edhe diçka tjetër? I kanë shtu edhe diçka tjetër se i kanë adhuru ato idhujt e vetë, të cilët i kanë marrë ndërmjetatinë e Allahut. Do me thonë nuk kanë thonë se ne direkt adhurim Allahut, po vajalut atine idhujve, atine putave, që këto putat t'i shujtë se Allah. Do me thonë e kanë po atë adhurimin, jo direkt se Allahut e kanë po indirekt. E kjo është që adhurimin tonë ti, nuk ja përkushton kërkuj tjetër, jashtë se Allahu xhaleshanu. Ata kanë marrë ndërmjet time edhe Allahu dikush tjetër, që kjo nuk uzon muslimani. Apo e, pra iyyake na'budu, o Zot, vetëm ty ne adhurojmë, asnjë tjetër veç tyje. تبسمك لأخيك صدقة، كل معروف صدقة، أمر بين يدي قلب، يد الله كل قلب، عين ترى عينا وعين الله ترعى، كلمة طيبة صدقة، تبسمك لأخيك صدقة، كل معروف. Edhe punët kur i bën besimtari do t'i bëjë vetëm për Allah. Jo diçka tjetër në punën e vetë ta shoqëroje. Për shembull, për famë, për autoritet, për emër, ta shosh njerëz të shumërat, atëherë ti adhurimit tënd i ke shoqëruar dikë tjetër jashtë Allahut xhaleshanu. Edhe kjo punën tënde ta shkatron ta shtukun edhe ti bën mëkatar të madh. Kjo njëjtë është po merren për shembull sa harën ndërmjetës dhe po marrën. Po jo si po në mushrikëve që kanë marrë timuj, po gjithë për shembull shpesh kanë thuar se ta dha, to që i besojnë time babashehët. Me u thonë diçka babashehi, ai futet krejt. Ska ai të shohet krejt. Nuk u do të lënoje sepse se më sot ma ke leu lutë për me të ma punë për ma shehi, Zotit bon e laqë, se kje ka lidhjen e fortë me Zotit, e krejtën e lutë që ka i bon duhet për me të ditë që të të Zotit, jo direkt të Zotit. Edhe paramentar një ku që ka pasë gjallë në skundë dhe në telefoni para gjithët për ma shehi në skundë, ma një skundë, ma ma shehi, ma këndush një e këpat një atë shkani me të skundë në të një. Po që ti nuk e të të më jo, ajo që të Zotit, jo.